Po nëse një person e prejnë kurbanin vetë, ai është shumë mirë e lavdrune me ndoje në 3 vena. 1 për të afërmit e vetë, 1 për të varfrit, edhe 1 për shtëpinë e vetë, një pjesë, po du me thonë. Që aty gati të 300-shi. Mashallah. Po, faleminderit shumë. Kur jem tek prerja e kurbanit, për Bajram e moj mend që ndohet në pjesë dhe ju dhurohet personave ose familjeve të cilat kanë nevojë. Na tregon, me qenë se merresh me këtë profesion, din më mirë për këtë pjesë. Po, ata që prejnë kurbana ka forma dhe porosit ndryshme. Dikush të prej ma kurbanin edhe ma thjellë. Pastaj, me siguri aje shpërndon të ta firmit e vetë. Mirë pa, ata cilët thujnë preje kurbanin dhe shpërndoma, domethënë është mirë me shpërndon në shumë vena. Po nëse një person e prejnë kurbanin vetë, ai është shumë mirë e lavdrune me ndoje në 3 vena. 1 për të afërmit e vetë, 1 për të varfrit, edhe 1 për shtëpinë e vetë, një pjesë, po du me thonë. Edhe me qenë se është këgja i vogël, mirë po që me krya ata detin që e kalon feja. Po, e kalon. Po, elhamdulillah, krejt mu solidarizu, krejt me pas dreka, Bajramit, e kështë që mas shumë të është atë që lëj. Ka për shambull kurban i shatë mrena një vitit, për qingja do me thonë delja për kurban. Po. Ta që jemi ofër të informe që kime pas shitja. Do është ofër, po tash nuk po muna me thonë, po... Po bazum në herët e tjera. E tjera që atë gati të 300-shi. Mashallah. Po, faleminderit shumë. Apo na tregon pak se që sa vite të ka ra mu mirë me këtë profesion, dhe që ke nisë në fillim? Po, në fillim, është startu pej vitit 2008, me gjithë se tash jena vitin 2025, u bënë në 17 vjetë, ka gja prevoj kena vohe. E kështë që po i dim do sene, edhe qysh mi u shku ma heret ma shpejt. Interesant na u zaglavet shumë atëre për kurban, të s'keshëm prevoj shumë. Edhe tash jena ma të organizun mirë, edhe ma të vejdisun, edhe e kem plan programin shumë ma të mirë, me prevoj, ma mirë me thonë. Kur e ke nisë në fillim me sa dele e ke fillu dhe pse ke zgjedh pikërisht delet për me ja nisë? Në fillim i zgjodha delet për shkak që puna shumë me lehtë. E lopëve shumë e rëndë. Se lopëve me ju hiqet plejhe çdo ditë. E deleve veç një herë në vetë i hiqet plejhe. E pse kështu? Interesant që puna e deleve shumë është me e bereqeqme të une që reflekton, për shkak që ajo edhe mja hiq plejhen çdo ditë, deles nuk bën. Nuk bën për shkak që nuk e dën. Ka dallim. Domethënë që shumë është me eron e kafshëve. Se me gjithë edhe fitimi është shumë i madh në tue, se po ndëgjaj që shesin tomlin, shesin djathin. Mirë po, unë e kom gjetë vejten që të me dele, edhe me një prevoj, edhe më ka hi në gjak, kështu që nuk du me në rrugë me najtë me qitove.